Në blokun e 2 të ndrojnë komplet temë të informacionit, do të fokusohemi tek zhvillimet politike, tek sa vendi pret vendimin e gjykatës kushtetuese për dekretin e shpërndarjes së kuvendit. Ambasadori i BE-s Orav ka theksuar se bashkia ndërkombëtare nuk do të ndërhyjë në zgjidhjen e presidentit, duke e cilësuar këtë si përgjegjësi të institucioneve vendore. Ndërkohë janë hedhur edhe pretendime për shpalljen e Donika Gërvallës non grata nga qeveria shqiptare, të cilat më vonë janë demantuar. A është Kosova drejt një krize ku do të ndërhyrja ndërkombëtarëve dhe pse doli ky lajm për zonën Gërvalla? Këto çështje e diskutojmë me një super panel ku të ftuar në studio kemi mikun e emisionit tonë Avni Arifi. Kënaqësi të jesh me ne zotri Arifi. Faleminderit për ftesën. Një mik tjetër i emisionit tonë bashkangjitet sot në studio, nuk është komunikacion, Shkumbin Kajtazi është me ne, kënaqësi të jesh me ne zotri Kajtazi. Si dhe nga Shqipëria na lajmërohet një mik tjetër, Frok Qupi është me ne zotri Qupi, gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Faleminderit dhe për mua, kënaqësi. Zoti Qupi, ndjes që ju vënuam paksa dhe e di që keni kohën e kufizuar, do ju lirojmë shpejt, por mbase mund na shuani kurrisht që janë lidhur me ndonjë vendim për shpallje të nëngrata të ministrës së drejtësisë tashmë, Donika Gërvalla Shfarc, a mos është keq kuptuar kjo në publik, pra mund të mos ketë qenë diçka formale, por mbase mund të ketë qenë një rekomandim i kryeministrit shqiptar Edi Rama ndaj ministrave që të mos atakojnë Gërvallën, apo gjithçka është në vazhdën e spekulimeve? Sigurisht që nuk ndodh, nuk ka ndodhur dhe as mund të ndodh. Shumë gjëra mund të ndodhin, me siguri kataklizmoja mund të ndodh, po kjo gjë nuk ndodh. Po problemi është tjetër kund, do të thënë problemi është se si arrim të besojmë ose si më thënë ta gjykojmë kaq shpejt se mund të ketë ndodhur një gjë e pandodhshme. Një gjë po mund t'ju them që edhe sikur Edi Rama ta kishim dëgjuar me gojë duke thënë që unë nuk e dua Donika Gërvallën në Shqipëri dhe ajo është nën grata, prapë s'kishim pse ta besonim. Sepse është e pamundur, shkon në kufit e pamundurës. Për të mos e përmendur historinë, për të mos e përmendur lidhjet shqiptare, domethënë të Tiranës me Prishtinën, për të mos e përmendur qytetërimin e sotëm që zotëron në të dyja kryeqytetet, po kjo nuk bën vaki. Por nuk ka pasur një kërkesë jo formale në kuptimin që të mos atakojnë ministrat? Asgjë, kur s'ka pasur asgjë dhe me vërtet më vjen keq të bëhem garant, sepse është një gjë që si thuash të thot dikush që në sheshin Skënderbej ka rënë një avion mbrëm. Dhe unë të bëhem garant që s'ka rënë, edhe unë s'kam si u tregoj që s'ka rënë, sepse më duhen kamera, më duhen mandet do më thonë që e kanë shpikur, do më thonë që janë pastruar gjërat gjatë natës. Shiko, kjo është një absurd. Sa kohë që ne merremi me absurdin, ne ndodhemi në siklet shumë të madh. Sepse absurdi është shumë herë më i fuqishëm se ne. Pse është më i fuqishëm? Sepse të fut në rrethin e vet dhe ai luan në mënyrë absurde. Dhe pse na vjen në këtë moment një absurd i tillë zotri Qupi, pra, me qenë se e quan absurd? Ne na vjen shumë absurdi dashur Kron. Po pse ky në këtë moment? Ja këtu të desha të. Ne na vjen shumë absurde çdo ditë njerëzit krijojnë, domethënë disa tipa, disa media krijojnë të vërtetat e tyre, domethënë mashtrimet e tyre. I thurin, vjen një moment që bëjnë sikur i besojnë, dhe kjo quhet absurd. Pse erdhi ky moment? Ky është një moment kur më duket zyrtarisht ka thënë zonja Gërvalla se populli i Kosovës, shqiptarët e Kosovës nuk e mirëpresin Edi Ramën, ishte problemi se Edi Rama bashkëpunon me... Po, për shkak të një zotimit përbashkët me Vučić, në këtë kontekst se ka thënë. Pikërisht. Dhe në këto moment, sigurisht është ndodhur dikush, madje unë lexova dhe një të çuditshme në një nga gazetat e Kosovës, e cila ka qenë gjithmonë trazavaçe. Por a do të ishte korrekt, Qupi, a do të ishte korrekt që Rama të pyeste Kosovën për këtë? Kjo është një problem tjetër, pastaj unë nuk besoj se për të bërë një intervistë duhet të pyeten 3 shtete. Kjo është një absurd më vete, pastaj. Jo, Qupi bëhet fjalë për zotimin që kanë ndërmarrë bashkë Kosova, Serbia, në fakt Shqipëria dhe Serbia për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe këtu që i bie në fakt
në këtë rafsh të tolerohej Serbia për ato obligime që kishte ndaj Kosovës, gjë që ja pamundsonin antarësimin në BE. Dhe në këtë rafsh pyes, a do të ishte rrugës që të konsultuoj Kosova përpara se të bëjë një zotim i tillë? Shiko, çdo gjë është e nevojshme të bëhet më shumë. Dhe këto janë pyetje, këto janë çështje që i thuhen, a do ishte më mirë të bëhesh dhe kjo gjë. Të gjitha janë mirë, po a na pret koha të bëjmë gjërat në 10 fishin e tyre, 100 fishin e tyre gjatë gjithë rrugës? Dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme, këtu nuk është anashkaluar Kosova, nuk ka asnjë problem me Kosovën. Dhe çështja jonë është vërtet po e them, edhe si media, edhe si akademik, edhe si shkrimtar, edhe si njerëz që marrin vesh nga kjo botë. Nuk është e nevojshme, nuk është e dobishme që çdo gjë që ndodh, ne themi kjo është tradhti i Kosovës, domethënë Prishtinë-Tiranë. Mirë. Po e dobësojmë veten, po ja japim pjesë tona, po ja japim kundërshtarit, po ja japim atij që s'na don. Domethënë po themi që Tirana është me Serbinë. Kështu thoshte edhe një nga këta komentatorët e një gazete në Kosovë. Ju kam thënë me kohë, thoshte që Shqipëria është me Serbinë dhe mos keni shpresë në Kosovë. Flini qetë. Ju mund vazhdoni që ndroni në limë, por unë dua t'i dëgjoj dy të ftuarit tjerë, por në momentin që ju duhet ikni, e mirëkuptoj plotësisht sepse jeni vënuar ne. Jo, nuk ka asnjë problem, jemi kolegë. Mirë, faleminderit shumë. Zoti Arifi, për situatën natyrisht se kemi edhe punë të tjera për të folur, natyrisht pak ditë deri në vendimin e kushtetuesës, reagimin e Bashkisë Ndërkombëtare për zgjedhjen e presidentit, por mbase mund të keni një koment për këtë që sapo folëm. Po lidha me fjalinë e fundit. Askush serioz në Kosovë nuk thotë që Tirana është me Serbinë. As qeveria shqiptare nuk është me Serbinë. Pra, as vetë deklarimi është serioz. Jo, natyrisht. Deklarimi i tillë. Kësaj përket këtij deklarimit për Nën Grata, nuk është qetësues e vërteta e këtij lajmi, sepse dihet që është e pavërtet, ka thonë edhe ambasadori, po me vetë faktin që aq masovikisht po besohet që mundet me qenë, flet për raportet politike që ekzistojnë mes Tiranës dhe Prishtinës. Po, është një realitet, kem raporte shumë të këqija me Shqipërinë. Kjo është realitet, nuk mund më me shejë me rraj. Pa, pak utopike që po thoni se kemi raporte të këqija me Shqipërinë. Na jem, po, është interesant se pikërisht Kurti dhe partia tina qëndrojnë fuqishëm për bashkim kombëtar. Pra ndaj edhe po. Situatë shumë interesante. Megjithatë, kjo çka ka bo Edi Rama nuk i shërben për terë, pa marrë parasysh që nuk ka komunikim, po duket se nuk ka komunikim me Prishtinën, gjanat e tilla nuk mund më u bo pa u koordinu. E vërtet se Rama ka agendën po e shtyn me çdo kusht agendën e integrimit të Shqipërisë në BE, po dënë më u duk për para Brukselit si ma konstruktiv. Por nuk mund është me bo këto duke defaktorizu Kosovën, as ma parë kur shumica ose shumë nga vendet miket Kosovës kanë thonë se nuk ka antarësim të Serbisë pa njohjen reciproke me Kosovën. Dhe me thonë, në parim, disa nga shtetet e Bashkimit Evropian kanë thonë që rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian kalon përmes Prishtinës. E qartë, zotri Kajtazi, për t'ja më shumë kontekst krejt bisedët që të dashtrojmë këtu në studio, kështë edhe një reagim nga ambasadat në raport me sigurinë në rajon, dhe dua të di, pastaj ta bëjmë një paraleli kështu në momentin politik i cili na gjen në këtë moment të krizës botërore. Po, në sens kjo jep kuptim gjithçka të jashtëzakonshme që po ndodh, qoftë në raportet Kosovë-Serbi, Kosovë-Shqipëri, dhe krejt kjo ilustron, si me thonë, emergjencen e veprimit Edi Ramës karshi integrimit e ti në BE. Ne sigur po harrojmë që në Kosovë para pak javësh ishte Edi Rama. Dhe në vend se të tregoj çfarë kam biseduar edhe zotëri Albin Kurti, çfarë ka biseduar me Edi Ramën dhe kam biseduar për nevojën që edhe Kosova të përfshihet në këtë agjendë të shpejtë të integrimit në BE, ata njerëz të kësaj partisë në pushtet, të kësaj qeverie, lere që është shpallën Nën Grata, nëse jo me letra Edi Ramën, për shpallën armik të Kosovës. Ndërkohë që këtu bëhet temë gjëja një farë distancimi i qeverisë shqiptare ndaj Donika Gërvallës. Pra, ne Edi Ramën për paraqesim si armik të Kosovës, si tradhtar, e këtash po presim që Edi Rama me qenë aq korrekt sa me nderu përtej
çka pritet ndaj ministres Donika Gërvalla. Madje në rrafshin e viteve të humbura në kuptimin e progresit në BE që i ka humbur Kosova pa dyshim, e ka humbur një rast shumë mirë me këtë që po ndodh në Ukrainë që i Edi Ramës në Kosovë lidhet pikërisht me këtë temë. Dhe institucionet të na e kanë refuzuar që të bashkëpunojnë me Edi Ramën për këtë rrugë. Dhe Edi Rama natyrisht se ai e përfaqëson dhe është votuar nga qytetarët e Shqipërisë që ta çojnë në BE. Ky ka qenë premtimi i fushatës tij. Dhe nëse Kosova dhe institucionet, këtë rast kryeministri dhe vartësit e tij, e kanë, si me thonë, nuk janë bashkangjit në vallën e tij për të shkuar në BE, çfarë do të bëjë Edi Rama? Ta nalë Shqipërinë të mos shkojë. Kjo është pa përgjegjësi totale. Nëse më lejo vesh një fjali. Nëse Kosova është defaktorizuar, besoj që është vetë defaktorizuar duke mos u përfshirë në një proces që tashmë edhe BE-ja për shkak të zhvillimeve që i përmendet ti, gjeopolitike, natyrisht që nevojitet një rritje më i shpejtë edhe integrimit, ndërkohë që Kosova po abstenon. Dhe mbase mund të ketë një plan paralel, zoti Arifi, se nga Bashkimi Evropian në fakt keq s'po më kujtohet se kush nga ambasadorët e tha, por që do të gjejnë mënyra të tjera për ta implementuar asociacionin pa shkuar fare në kushtetuese. Pra ne po e humbasim dhe këtë armë që kemi pretenduar se e kemi, se do të vijë një formulë e re në tavolinë që do të bëhet asociacionin pa kushtetuesen fare. Pa mbase kur po dalin çdo tema se kanë shpall Donikën non grata, se është dikush me kufera që po bjen pore, që është një lajm tjetër për në medium. Një nga gazetarët. Ndoket janë këtu pikërisht për me mshef temën e asociacionit, sepse ajo ka trokit nder. Këshire, një gjë duhet me ditë, pa marrë parasysh, pa marrë parasysh. Urna? Edhe deklarata e gazetarit Kreshnikut se në Kosovë gazetarët marrin para me kofera nga veriu. Dhe kjo po nga është pjesë e kësaj agjende, pak të në reagimi i lëvizjes vetë të osi. Është keq interpretimi qëllimshëm për me bërë. Sa dy bëhet fjallë për Fatmir Shehulli, ndërkohë kërkush dhe përmena dy fjallë që bëhet për të. Pra, Kreshniku ka qenë qartë. Kreshniku ka bërë një... Ja, Kreshniku s'ka qenë qartë. Jo, unë s'po e di këtë informacion, unë në rrugës dikush më shkrujti që ka pas fjallin, po, edhe dikush më shkrujti rrugës që pa Fatmir është shumë e rëndësi, po dhe ashtu që është plasu lajmi, ajo është për prokurorin më marrë këtë temë, me hetu, po, naturisht, ose edhe ai duhet të thejë, Kreshniku është një gazetar serios, nuk është gazetar që lëfta për tituj, besoj që e ka një tregim, nëse veç po thëtë Shkumbini, apo, që e ka sharu. Mirë, po esenca është, ne po merremi me do tema koti, këshin dalë krejt prej dhe jo nëse të poshtë që po lypin që shërë kam pru njerës me pare, po hajde flasën për asociacioni, sash. Që ata orabe, që ajo është që ajo po më interesan. Këshire, sa do që jem pak të idhnum, pak të prekun të gjithë, se ndoshta Edi Rama nuk është dasht me bo atë letër, se është dasht ndoshta me tregu ose me u koordinu me Kosovën. Në reagimin e Edi Ramës, se unë nuk muj me majt peng Shqipnin për shkak të avanturave të kurtit, unë jep të drejt Edi Ramës. Qasja atina pikrisht këzoja ka qenë Edi Rama nuk e përfaqëson politikën e jashtme të Kosovës. Donika e ka përfaqësu. Dhe domet që ja ka bo Donika janë 100 herë më të mëdha se sa Edi Ramës. Edi Rama nuk i ka bo dam politikë jashtme të Kosovës. Donika po. Dhe tash ka me i bo drejtësisë. Pse s'pe merr me si tentim për të koordinuar me Kosovën në vizitën e Edi Ramës këtu, se nuk është ndaj shpjegim tjetër pse ka qenë ai këtu. Po. Ka erdhë të kuafuar, Po, natyrisht. Faktikisht e kanë refuzuar bashkëpunimin me të, që ka qenë nevojshëm, dhe jenë munduar ta paraqesin sikur ai është Gogoli që po do merrzu Albin Kurti nga pushteti, sepse kështu i ka konvenu me ndërtu narrativen. Ja, unë e di që Albin Kurti është mënu me rrëzu Edi Ramën, se ka bo partia atje, dhe ka marrë pjesë atje për me ja marrë pushtetin. Edi Rama ka qenë korrekt se ai ka ardhur me fol për këtë temë. Për këtë çështje. E nuk e di këto detaje, me që se jo jeni ma të informuar këtë temë, po atëherë edhe ma keq për Kosovën, sepse ka ardhur me u koordinu dhe ne kemi dështuar me u koordinu dhe ai ka gërëm. Me që përmendëm deklarimin e gazetarit Kreshnikut, natyrisht shumë e vlefshme çfarë ka thënë, do donim shumë të dinim kush janë ata emra që kanë marrë ato para, besoj ai ka emrat dhe pasi mund të mos i ketë bërë publike. Gjithë kemi të drejta dim, gjithë kemi të drejta dim. Unë i shkrova edhe personalisht, i kam komentuar edhe një vend tjetër publikisht, i kam thonë se ajo çfarë ke bën, do se pa vedike. Nuk po gjykoj Kreshnikun se e një personalisht, është gazetar veçor. Mirë po, mënyra se si është thënë, kur po flitet për një gjë që është bot tema herë dhe që dihet, pra po flitet për Fatmir Shehullin, dhe kur ti e kini njëri të arrestuar me video,
edhe thu ka qenë një person që ka marrë pare me qantë. Edhe nuk thu që është qaj arrestu me Fatmir Sheholli që është në burg, ti je ka dënë qëllimisht me të kriju mjegull sepse i konvenon dikujt. Dhe atyre që i konvenon ata po e përdorin. Dhe me zë s'kam prit. Dhe unë nuk du me besu që Kreshniku është në vallën e Dejonës dhe Adnan Rustemi të këtyre që e keq për të. Nuk po du me besu. Mirë, po a është në vallën pa dëshirën e ti dhe ndonë se pavedishëm, ta është në vallën. Aja u kalë shumë muzikën për vallën që po e luajnë? Absolutisht po. Dhe është gabim dhe i thash ti ke rreziku jetën e krejt gazetarëve. Uroj të qartësohet kjo, madje edhe të dalin emrat, po. Publikim dhe me qartësu. Ka qartësuar. Dhe publikoj një dokument ku flitet shihet Fatmir Sheholli është arrestu, kështu është. Pra e konfirmoj se ka pas fjalën për Fatmir Sheholli. Natyrisht, që e konfirmoj. Po kjo nuk mjafton. Kur krijohet mjegull aty s'mundesh më. Sigurisht që jo, s'mjafton se në TikTok zihen të tjera video, të tjera sulme. Reagimet e deklarate pa motor që rrezikon jetën e shumë gazetarëve. Dhe ma u kthy një temë para marrëveshjes të Brukselit, policia e Kosovës e konfiskoi shtëpinë e Radojqiqit. Ishte pikërisht lëvizja vetëvendosje që e mushi portalet dhe TikTok me një propagandë që tash keni me pa çka kemi gjetë, na çfarë fotografish. Kush ka qenë aty e ngjashëm po? Nuk dolën asnjëherë. Po nuk dolën sepse veç nëse kanë qenë vetë në ato fotografisit, kush do të kishte qenë nga partitë opozitare, mas 10 minutave ish dalë përpara lajmit tyne ose kanë me qitë. Dhe me thonë, tash kur kush po merret me ta çka u bë me çato fotografi, unë kisha me i bë pyetje çka u bë me fotografitë e shtëpisë të Radojqiqit. Ja, do të më thonë pse janë ato. Po janë ato, pse kush i ka zhduk, pse keni më shef. Po mirë, kjo një çështje që do të diskutojmë për të ndalur pak edhe tek deklarimi i fundit i ambasadorit të BE-s Orav. Ai tha se nuk do të ndërhyjë bashkësia ndërkombëtare në çështjen e presidentit. është po, ka 2 vjetë, askush, jo vetëm Bashkimi Evropian, po as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk vinë marrë me çështjen e mbrëmshme të Kosovës. Kur më herët? Jo, ata ka ekzistu, shënë, aja atër për para bashkëpunojshëm me ta, dhe ata ka ekzistu një bindje që një ditë duhet më ndalë ata. Ata po i ndihmojnë Kosovës me uqunë kom veta. Po mos po presim na prap. Jo, këtu po presin, veç atë është psikologjikisht ja ka nisë me i zavendësu ambasadat me gjykatë kushtetuese. Me thonë, ato që ja kanë marrë përpara nga ambasada, tash e kanë zhvendosur te gjykata kushtetuese. Zotri Çupi, po buzëqesh në këtë moment. Po se ishte interesante batuta dhe më pëlqen shumë diskutimi në studio dhe i ndaj thuajse 100% idetë e miqve të mi. Po e folura që është shumë interesante, që është shumë, si thuash, alegorike. E kjo po ndodhë, në fakt, më që më dhe fjalën Kroni, po ndodhë shumë në Kosovë, por po aplikohet edhe në Shqipëri. A do të thotë se kemi politikan të paftë dhe ka nevojë për asistencë, me qenë se po i hedhin sy dika? Mendoj se e kemi të re politikën, e kemi të re demokracinë, e kemi të fort nxitimin qytetar. Qytetarët nxitohen për të votuar këdo që i thot mbroshkulla, që i thot gënjeshtra, mashtrime dhe pastaj ngecet në rrugë. Kemi probleme me sovranitetin e individit. Ky është problemi për të mos hyrë në shkaqe psikologjike shumë. Po kemi gjëra që duhen korrigjuar rrugës. Shiko, për të thënë vërtetën, ne në Tiranë, siç e dini, dhe siç duhet të jetë, jemi shumë të kujdesshëm kur përmendim fjalën Kosovë. Edhe për respekt, edhe për shkak të martirizimit saj, por edhe për shkak të dashurisë vllazërore që kemi dhe nuk duam se të hyjmë në këtë punë. Por Kosova kishte mundësinë që kësaj here në zgjedhjet e kaluara, domethënë që u mbaruan, të mund të ndryshonte kahjen e politikës, të mund të ndryshonte sensin, të mund të ndryshonte si thuash inteligjencën, intelektin e një qeverie që funksionon dhe ditë funksionoj në drejtim të qytetërimit më të zhvilluar. Dhe të merret me kauza të forta. Qeveria e Kosovës është e instaluar në kauza të vdekura. Dhe kauzat e vdekura nuk e çojnë askund përveç se në grindje mes njëri tjetrit dhe në grindje me Tiranën. Nuk grindet Kurti vetëm për arsye se ishte një ëndër për të bërë dhe kryeministri edhe mbreti i Shqipërisë. Albin Kurti grindet me Tiranën për arsye të vanitetit, për arsye të kotësisë. Domethënë nuk ka ç'bën dhe siç thuhet ajo fjala kur s'kemi ç'bëjmë, çfarë të bëjmë.
Ky është problemi. Nuk është problemi kombit në gjenezën e vetë. Kombi në si gjithë tjerët, ndoshta më mirë në shumë raste. Por problemi është se nuk dim të bëjmë ende zgjedhje dhe ky është një refleks demokratik, refleks rregullash të kohës, nuk është gjë më shumë. Dhe prandaj të kthehem tek ajo ideja se zëvendësimi me gjykata i të dërguarve të perëndimit është vërtet një zgjidhje e ftohtë, por është një përkrahje ndaj ligjit, ndaj Republikës dhe ndaj idesë së publikut, të popullit. E qartë, në fakt, mbesim edhe pak qaste shkumente këtë deklarimi Orav, pra se mund gjejmë formulat të tjera për të nisur zbatimin e asociacionit, atë që Kosova ka mbajtur peng në një farformë në kuptimin e çuarisë së ligjit në kushtetuese e të tjera, cila mund të jetë ajo, kush mund ta marrë përsipër implementimin? Faktikisht Albin Kurti veç e ka marrë. Pra është duke u bërë në këtë momente që ne flasim. Ata po ja kërkojnë implementimin e asaj çfarë ai ka nënshkruar ose është pajtuar, dakorduar, zotuar vetë në orë. Dhe toleranca për ligjin për të huajt tashmë karshi komunitetit serb. Këtu është interesant. Edhe kjo më duket unë kalova kufirin, hym Kosovë dhe ta zëm unë si qytetare e Kosovës jam penalizohem karshi komunitetit serb. Pra nuk ka toleranca për neve, por ka për ta. Veprimi i qeverisë këtë rast Albin Kurtit për ta bërë këtë kompromis është shumë i ngjashëm me veprimin që dhënien e tokës 24 hektarëshe për manastirit e Qanit i bërë me vonesë. Çka i bën kjo? Domethënë, Albin Kurti duke besuar se ata në kokat e tyre, edhe në zyrën e tyre diskutojnë veç është dikur që është të na e bu mbas shpine. Çështu ata mendojnë. Veç që se skenash konspiracion kanë. Dhe duke besu ata, se ju doli urshiti, Adnan Rostemi tha ambasadorëve mos ndërhyjnë në gjykatë kushtetuese, atyre ju doli, nuk munden me mbajt më sheft. Dhe kjo akuzë rënd tregon çfarë ata mendojnë realisht, se ajo është deputet në disa mandate. Dhe kur ju doli kjo tregon çfarë ata realisht besojnë. Dhe fakti se ata mendojnë që ka një konspiracion edhe të ndërkombëtarëve ndaj tyre, edhe në gjykatë kushtetuese, Albin Kurti e bën një hipotezë të tillë, si më thon, për me u hyrë qef ndërkombëtarëve. Pra, çështja e tokës në manastir ishte për të marrë poena? Ajo po, atëherë, po edhe kjo tash. A nuk është privilegjim i komunitetit serb kjo? Është edhe veprimi i Albin Kurtit. Në këto momente është veprim i tillë. Nuk po e kuptojnë. Nuk është as strategjik, as me rregullu çështjen. Ne kemi dy Albin Kurta. Albin Kurti kur flet me ndërkombëtar dhe Albin Kurti kur flet me qytetarë, posaçërisht me elektorat vetëvendosjes. Kur flet me ndërkombëtar, gjithëve u ka premtuar asociacionin. Gjithëve u ka premtuar edhe në atë kohë kancelarit Scholz, Macron, që do t'i grahi procesit. Si të zhdryp këtu në aeroport Prishtinës bëhet patriot, kur të takon edhe elektoratën e vetëvendosis, që thotë, a ju kumton që se bëjë, a përshet se kumbo. Kjo është si veç për arrit kamatën popullit Kosovës në këtë bërshë, sepse është marrëveshje ndërkombëtare që gjitha subjektet politike të Kosovës e kanë pranuar. Tash, me u thirrë në ato që ka thonë Orav, nga përvoja ime muj me o spjegu një situatë, kur kanë fillu bisedimet në vitin 2006 Kosovë, Serbi në Vjenë, Serbia fillimisht është kërcënu që nuk merr pjesë në bisedime. Në atë kohë, grupi kontakti ka thonë neve na vje keq që s'merrni ju pjesë, po në rast se ju nuk merrni pjesë, atëherë na him negociata me Kosovën. Pa ju fare. Pa ju fare. Do të thonë është çështje juvja. Tash rrethonat kanë ndryshuar, është tjetër situatë, mirë po kemë bojmë me një marrëveshje ndërkombëtare të facilituar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, si që thara dhe Shkumbina, nuk më rrim deri aty. Nuk më rrim deri aty, sepse Kurti e ka pranu. Tash është vetëm çështje e modaliteteve të implementimit. Me vetë faktin se Orav, ndoshta ata mujnë me u pajtu. A mund të kemi një mision special të zëmë në Kosovë për implementimin e asociacionit? Ajo, mas fore, është të nevojshme. Mirë, po, ne kemi një për një marrëveshjeve, po më duket në atë kohë që e kanë bërë ndër më të mirat, ka qenë që ndër pjesë më të mira, ka qenë që statutin duhet me çu në gjykatë kushtetuese. Ora po flet për një situatë që s'quhet statutin. Po nëse pajtohet Kurti, pse me quhe? Po edhe një situatë tjetër. Ne patëm një refuzim të qeverisë për të marrë me këtë, për shkak se ishëm prag zgjedhjesh. Dhe çfarë ndodhi? BE, domethënë, i njoftën pasaportat në Kosova paraqitet pjesë e Serbisë. Kosova i me ato, ja.
A mendojnë këta njerëz që kanë përgjegjësi për ta zgjidhur këtë çështje mbi bazën e kushtetutës tonë, të një vendimi të gjykatës kushtetuese, me çfarë do kosto për ta zgjidhur me duke mbrojtur kushtetutën, sovranitetin, cilat do qoftë kostoja politike, a mendojnë që mund të vjen një situatë ku institucionet ndërkombëtare, këtë rast BE-ja mundet me njoft institucionet e paralele, po. Po, faktikisht ajo po një, nëse po një dokumenta dhe lëshuara nga to, faktikisht po një, dhe tash ta parshëton a fatin kohër një vjeçar. Ajo çfarë tha Jehuna është pikërisht kjo mënyra. Mund të jetë kjo mënyra bypassi që ata mund ta bëjnë. Asociacioni mund të formalizohet me njohje ndërkombëtare të tillë. Që njohen dokumente. Dhe çka arsyetimi çfarë do të bëjmë natë? Arifi, çka arsyetimi një vjeçar, që po thotë, një periudhë tranzitore një vjeçare. A ka mundësi që të zgjatet kjo periudhë? Pastaj sepse është më zor me njoft, se pastaj me as gjatë periudhën. Strategjikisht Bashkimi Evropian ka kalkulu se brenda një viti Kosova do të ketë institucione dhe do të vazhdohet me proces natyrisht. A ka kalkuluar edhe këtë pjesë, që mund të ketë edhe asociacion I ka 5 marrëveshjes të Ohrit që ka pranuar Kurti, thot veprimi i parë që është dashur me bo Kosova me bazë pikës 5 të marrëveshjes implementuese të Ohrit është pikërisht fillimi i punimeve për implementimin e asociacionit. Kurti e ka marrë atë obligim. Kurti e ka marrë atë obligim. Tash, është ty për një vjet, llogaritja aty në është se krijoni institucione dhe dialogun të ekip prioritetin. Si mund të qeveria të jetë mbi kuvendin, sepse ky ligj është votuar në kuvend, tashmë qeveria merr vendimin për ta ngrirë, po them kështu kushtimisht, dhe ajo nuk është shumë e qartë, a ngrihet kjo edhe përballë diasporës apo vetëm përballë serbëve këtë? Kjo ka zgjut shumë tema dhe juridike dhe kushtetuese. Teorikisht ligjërisht nuk mund të bëhet. Unë e di ligjin qeveria që në kuvend, ka lexim të parë, lexim të dytë, pastaj shkon te presidentja, nën shumë presidentja dhe pastaj pas një kohe është del në gazetën zyrtare. Unë që ashtu e kom ditë ligjin që bëhet. Pas ka një version tjetër, zë Arifi, se kemi ditë. Po, dhe politika është artit pamundërës. Politika është kjo. Me gjithat me ndërlidh atë kur peshajnë Edi Ramën, këta që 2 vjet janë të majtë Kosovën pa institucione, nuk e di që kanë ftyrë. Nuk duhet me leju njerëz me umarë, me kërkën tjetër mas pari kryjt e tyrat e shpizës, do mos këtë zonjën, që është ministre dhe që 2 vjet e ka bloku Kosovën. Ajo pimbulon mos punën e saj. Sepse po merren me Edi Ramën. Ja, s'po merren me Edi Ramën, me institucionet tona. Se është ka bëhet luftë, këtë bota është ka kallët, çmimi i naftës kam rrinë, 72, asnjë veprim nuk e kemi. Dhe me qëra fjala, në shtetet e Ballkanit, në Shqipëri e Kosovë është nafta më shtrejti të po them se djejsha andej, pra edhe në Sloveni, edhe në Kroaci, kudo tjetër është më lirë, se sa në Kosovë dhe Shqipëri. Sepse ne nuk kemi rezerva të ndërtuara. Në anë që nuk edhe një suport në kuptimin e energjisë. Disa kushtojnë rezerva me ndërtu. Shërëm, kur ka ndodhur lufta në Ukrainë, ka pas ngritur çmimi i naftës 1.80, ndoshta pak më shumë. O dashur me ditë që jem në një botë jo stabile kur është në pyetje furnizimi. Dikon rreth 200 milion euro kushton ndërtimi i rezervave prej 90 deri në 120. Na çato pore i kem shti për me bë Alpin Babën kryeministrin me i fitu zgjedhjet. Sa i kem shti ato pare për me bë Alpin Babën, ma mirë konti kishëm bë rezervat dhe tash kishëm 90 ditë ose 120 ditë paktën një çmim garantuar, në kuptimin që s'do të lëvizte, kontrolluar. Shteti kish përcaktuar, kish subvencionuar. Ka veç të çështja kjo një vjeçarit. Kjo afati një vjeçar, se lidhet me diçka që kemi diskutuar edhe më herët. Albin Kurti ka provokuar zgjedhjet dhe i ka sjellë zgjedhjet me besimin se qeveria e ardhshme është një qeveri ku ai s'do të jetë pjesë, e do të jetë një qeveri e dobët, po e mjaftueshme për ta kryer asociacionin, të cilin mund ta rrezoj sapo ta kryejë atë. Dhe afati, kjo afat është një kosto që ajo merr politike shumë e vogël krahasuar nëse i kish marrë përgjegjësitë për zbatimin e asaj që ka është zëtuar se do ta bëj. Pra kalkulimi është gjithmonë për politikat Albin Kurti e ka çu Kosovën në zgjedhjet që po vinë, që janë të pashmangshme, pikërisht me këtë qëllim. Që ai të mos jetë qeveri dhe asociacioni të kryhet pastaj të rrezon qeverinë e ardhshme pikërisht me asociacion, me patriot. Pra, kalkulimi është shumë në vetën e parë politik pa i llogaritur pasojat që mund t'i ketë vendi. Kur i kanë llogarit pasojat? Kur i kanë llogarit pasojat?
Nuk e kam llogarit asnjëherë. Qysh mund mos mi llogarit pasojat kryeministra? Pse është kryeministri i vendit? Pse aspiron dikush me marr vendin? Në qoftë se si llogarit pasojat, sepse a do logjik kjo punë? Ja, që logjika është shumë e thjeshtë. Ai shtyti, nuk e mojti zgjedhjet shtator të 2023-s. Qysh i shpajtun Bratislav Bislimi me Lejqakun, i shtyti 2 vjet dhe na la neve me masat BE-s dhe na i hupëm 300-400 milion euro. Ato janë edhe nëse i marrëm pastaj ato mjete, a di çfarë domi ja ka bo Kosovës? Edhe pse veç me i majtë kur dënë zgjedhjet. Dhe çështja është aty në mjetet, na pastaj do të mund të merrnim edhe mjete tjera në qoftë se ishim marrë ato, kështu që pi prolongon edhe të ardhura tjera përveç atyre. Na ka ndalë burimin e financimit, na e ka shtyr, domethënë çato që porët që kemi pas me marrë në 2025-ën, tash i marrëm 2028-ën, 2026-ën i merr 2029-ën. Domethënë ti vazhdimisht se ty tu kanë shty projektet kurse s'ka projekte dhe fonde të reja. Ne domi është enorm, nuk është kjo partijake, nuk është një farë arsyetimi kena mi marrë ato pare. Po, e vërtet, po kime i marrë për vitin 2028, e pare që i kështë marrë në 2028-ën, i mërë dikun ka sabaj vjetë. Mirë se jemi drejtë fundi, për sikur Kosova të mbaset bashkëpunonte, të shtynte proceset për para, ka pas shansin ideali që tashmë të afrohe drejt antarësimin në Bashkimin Evropian, duke pas parasysh situatën gjeopolitike të jemi. Pra, Ukrajina, ndikimi Rusis, një farë hapje Bashkimit Evropian për se ishte e mbyllur si temë, pra antarësimi i shteteve të tjera një farë kohë shije e largët. Sikur të kishim politika normale, ose të paktën ata që qeverisin me mendu racionalisht, pa mendu për kutit e votimit, ishin kry këgja të procese në këtë periudhë, sidomos kur kemi pas një qeveri që kam pas numrat mjaftueshëm. Pra, e kemi humbat një vit, po ja tash. 51%, 57 deputet partia parë, me pakinca 66 deputet, një shumit solide, një koalicion i mund shumë me një parti opozitore që mund së nëzgjith në presidentit, e ke shkryu një shumit me 2/3 në qeverisje, dhe këshmu qëfar do teme, jo veç asociacioni, gjithë shka tjetër këshmu dhe me pas një farë bashkëpunimi dhe fuqi politike përveç parlamentare, fuqi politike për të përshpejtuar integrimin e BE dhe për të shfrytzuar këtë situatë, kur BE-ja është në një pozit ku i nevojitën misht. Dhe kemi humbur këtë rast. Dhe kemi humbur. Dhe, zotri Shupi, me qenë se ju kemi lidhë direkte dhe keni një përvojë të gjatë, do doja të di cilin nga politikanët shqiptarë në përgjithësi kërkon të gjithmonë një armik. Pyetje kuizi kjo. Politikanë shqiptarë që kërkojnë një armik? Po, eshte njeri që i shpalte si bashkëpunëtor të Rusis të... Duhet me kriju edhe nëse s'ka, duhet me kriju. Edhe nëse s'ka, duhet të kriju. E ka thënë edhe Napoleoni këtë. Kjo sigurisht është arti qeverisjes në sensin më negativ të gjës. Kur e thot Napoleoni këtë qupi shumë bukur, thot kur sëndimtari shese po e humë pushtetin shpall lufta të reja, apo perandorin këtë rast, përshka kratonave të kohës. Por me gjitha të jemi fare në fund një koment për mbyllës në kuptimin që kur do të regulluar raportet e politikanve se Kosova Shqipëria të regulluara i kanë. Sa më vërtetën shpesher i shikoj shumë artificiale konfliktet e tyre. Dhe shikoj me kënaqësi që s'ka ndikuar fare tek njerëzit. Fakti që ka ftohtësi mes dy qeverive. Nuk dua të mbaj anën asnjërit, po sigurisht Edi Rama është stërmunduar për ta ndërtuar një aleancë me kryeministrin e Kosovës dhe me qeverinë e Kosovës. Fakti që u afrua aq shumë me presidenten e Republikës së Kosovës ishte për qëllim që të mund të hynte nga dritarja për tek vllazëria, s'po themi miqësia me qeverinë e Kosovës. Po ju them një gjë si një dëshmitar i këtij vendi që është këtu quhet Tiranë ose quhet Durrës, ku diun. Po. Por Albin Kurti ka krijuar në Shqipëri një mendim shumë të keq, shumë të egër, shumë të padrejtë. Sidomos me organizatat e tij, me celulat e tij politike që i krijojnë Shqipëri me qëllim që të bëjë pjesë e parlamentit, që të mund të rrëzonte qeverinë shqiptare dhe që të mund të
që mund të bëj zoti i vendit. Jo, se si kështë deri në atë mas, ambicjet. Jo, ambicjet po. Që që fuqit i ka më të vogla za Ambicjet po, ambicjet kështë. Fjala ishte, fjala për përqindje është tjetër gjë, por realisht mendja shkon në maksimum, nuk rri afër. Por dhe sikur të ndodhte që të fuste konflikt brenda vendit, do ishte mjaftueshëm për ta dëmtuar. Mirë. Edhe partia, Njerëzit që ishin në atë kohë të përfaqësues të tij kanë qenë që të gjithë njerëz intransigjent, njerëz me probleme, kanë qenë konfliktual, tegër, madje edhe deri të armatosur. E kjo e ka krijuar një imazh përveç të tjeras. Ka krijuar një imazh se Kurti, sa kohë që tjetë në qeverinë e Kosovës, nuk do ketë marrëdhënie të mira me Shqipërinë. Mirë, Qupi, faleminderit shumë që ishe sot në program, të përshëndesim dhe do t'jemi në kontakt gjatë javës, bësej për të tema të tjera. Faleminderit. Kërkuat fjalën për një koment shumë të shkurt, lutem. Edhe Partia Socialiste e Shqipërisë, edhe Partia Demokratike e Sali Berishës, kurdo që të kishin dashur me kriju një degë në Kosovë, ka pas përkraje të mjaftueshme. Bile ka pas shumë i tharë, edhe kur gjithmonë, tana e topat, ka shumë njerëz që kanë pas preferenca. E krijoi Pilingji, zotri Pilingji, po krijojnë Partia Demokratike. Por kur nuk e kanë bërë këto dy parti dhe kur rregullet pashkruar. Rregulli pashkruar dhe ka ekzistuar gjithmonë një farë kufini deri ku përzihemi në punë të njëri tjetrit. Domethënë ne jemi vllazën, po për Shqipërinë vendosin qytetarët e Shqipërisë, kush qeveris me Shqipërinë dhe për Kosovën. Ka pas bashkëpunime, marrëveshje, bashkëpunime këtë në rregull, po nuk janë të i kalu do kufe, kush them. Këtë do i ka atje më u bë lider shqiptar, me marrë Shqipërinë, me kriju një parti politike dhe me dominu si një lider pas një merit në jetën e tina apo në traditën e tina. Megjithatë, sa i përket integrimeve europiane, kisha me përmbyll me ato që ka thonë ambasadori francez, dhe i cilit po thotë kjo Adnan Rustemi dhe ambasador tjerë që më zdut ju besojmë se jenë të pabes, ne kemi qenë shumë përpara Shqipënisë në rrugën tonë deri Bashkimit Evropian. Na duhet me pyet vetëm pse na kanë kalu ata, pse na kemi mbet mrapa. Nuk na kanë fajt gjithmonë tjerët. Këshire, në çdo krizë që ka pas Kosova, kur asnjëherë Kurti nuk e ka pranuar përgjegjësinë e tina, përgjegjësinë e partisë tina, apo përgjegjësinë e resoreve tina. Edhe sot, edhe kur akuzohen për korrupsion, edhe kur ngritet akta-akuza për korrupsion, ai thotë është e pavërtetë sepse ne jemi pafajshëm. I lindun me qenë i pafajshëm, përderisa që 5 vjetë Kosova ka vdekje klinike në rrugën drejt integrimeve evropiane, drejt antarësimit në NATO dhe ndaj gjitha strukturave evropiane. Prezumimi pafajësisë është e drejtë e secilit. Jam bërë 7 tashme, për 2019 është në vdekje klinike. Faktikisht po. Jo, që ka deshta me krahasu edhe një situatë tjetër është që ta zëm shqiptarët në Maqedoni. Pas garave elektorale në vitet e kalume, gjithmonë janë bërë bashkë dhe kanë quajtur interesin përpara, kushdo që ka fituar. Vetëm në kohën kur tash është vleni, domethënë i krijuar nga Kurti. Po, është si motër e, si më thonë vetëvendosës. As si motër jo, është deg. Në ndega, çka më thonë. E tyne ndodhet që shqiptarët janë më të përqarë mes vete se sa që kanë konflikt me Maqedon për të drejtat e tyre. Nuk e di a është një sindrom i shqiptarëve ku nëse e shohim me Shqipërinë. Se di është dora e Albinit këtu apo tek shqiptarët kjo. Nëse e shohim me Shqipërinë, po shqiptarët e njëjtë kanë qenë më herët. Shqiptarët e njëjtë kanë qenë më herët. Po ja vetëm me bën një krahasim. Çka ndodhen në Kroaci, për shembull, Elvina Përleskaj ka qenë ju besoj Janini të dalë. Në ku ka pas ka shumë amnisti përveç ka pasur pra karrige në parlamentin e Kroacisë si përfaqësues të shqiptarëve, bosnjakëve, të tjerëve, sot është një bosnjak. Dhe kjo është shumë keq sepse shqiptarët e shohin ndryshe në kuptimin. Ka përçavra? Edhe te rasti i Shqipënisë është situatë e ngjashme. Donse ka pas polemika edhe Ramush Haradinaj me Edi Rama. Po. Edhe Padi madje. Po edhe Padi. Po ata dy janë prapë janë ulë dhe kanë biseduar për çështje shtetërore. Vetëm njerëz. Po. Edhe temat kanë vazhduar. Dhe mbledhjet e qeverive u mbajshën. Natyrisht. Dhe situata çuditërisht, ndonse kjo parti dhe këta njerëz qëllimin kryesor, ose premtimin kryesor, partia që kanë pas bashkimin me Shqipërinë, janë raportet më të ftofta ndonjëherë në histori të popullit tonë, dhe çfarë është interesant, derisa kur vetëvendosja ishte, si më thonë, lëvizje ose parti në rritje, organizonin ato kampet nëpër plazhet e Shqipërisë dhe flisnin, si më thonë, me dashuri për Shqipërinë, me nostalgji për bashkimin. Ndërkohë që tash as ndet në Shqipëri nuk shkojnë. Albigurda është ndet në Greqi. Centralizimi ka fajin ndoshta. Jo, atë shkuar Kurti në Shqipëri sa ka shkuar në Greqi, ndoshta i kishën pas punë më mirë me Shqipërinë.
Mirë, vetet shihet, falenderit shumë të Arifi, shkumben, falenderit shumë për bisedën që kemi bërë, jemi shumë keq me kohën, por doja bëjmë disi, shpresoj. Shkputemi me publicitet kronëve dhe pas pak kthehemi me ditë të tjera.